Përjashtimi mbështetjes me naftë të fermerëve nga programi i subvencioneve të bujqësisë për vitin 2026 është një tjetër goditje që pësoi ky sektor pas trendimit të çmimit të karburanteve. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur që këtë vit të mos jepet naftë për fermerët, por skema të jetë shpërndarë në drejtime të tjera. Për ekspertët e bujqësisë, kjo është një tjetër goditje e rëndë për sektorin, duke marrë shkase dhe nga çmimi aktual i naftës. Pedagogu i Universitetit Bujqësor të Tiranës, profesor Dr. Lush Susaj, tha se në këtë moment shteti duhet të ndërhyjë urgjentisht duke ulur akcizën e naftës dhe TVSH për inputet bujqësore, të cilat ndikojnë drejt për drejt tek fermeri. Profesori i veshtarisë dhe ampelografisë shështon gjithashtu se sistemi i karburanteve duhet të jetë si ai vendeve fqinje, ku në këtë mënyrë nuk preket direkt fermeri. Për fermerët është katastrofë, është edhe më keq problemi, sepse çmimi i lartë i naftës në Shqipëri nuk është shkak i prodhimit dhe i rritjes çmimeve në botë, por është shkak i taksave të larta. Edhe qeveria shqiptare, një qeveri e përgjegjshme, nuk ka rëndësi është e majtë apo djathtë, se njerëzit këtu mallkojnë veten edhe zihen me të majtë e me djathtë. Një qeveri e përgjegjshme që në përgjegjësi ndaj vendit vetëm ndaj votës që ka marrë për qeverisi, puna e parë që do të bënte, duhet të ulte taksat e aksizës. Plus, nëse do të më ndihmu bujqësinë, ata që njojnë bujqësinë, në rast se qënë me drejtu bujqësinë, me qeverisë bujqësinë, me bon politikat bujqësore, njerëz që s'kan kulturë bujqësore, se kanë pa fshatin kur me sy, vetëm se u ke dhënë kaj makinë, u ke dhënë rrogat larta, atëre problemi që do ndryshoj. Pra e para është ulja e aksizës dhe e dyta është ulja e TVSH-s inputeve bujqësore. Mos harroni, s'ka pse rritet pleku kimik, s'kam pse rritën parat, finanat e gjitha do. Të gjitha këto janë problem. Po në rast se ti ja ul TVSH-n prap, ke ulje TVSH-s në mund tek fermerët. Dhe a dini ju që e gjithë industria e naftës në Republikën e Shqipërisë nga zeroja, po ta fillojnë me industrinë nxjerrëse dhe përpunuese dhe me sistemin e shpërndarjes, nuk shko më shumë se 50 milion euro. 50 milion euro miqtemi janë 2 kilometra rrugë. Le 2 kilometra pa rrugë pa bon dhe bëje vendin tonë, bëje Shqipërinë të pa varur e të pa ndikueshme nga krizat. Pastaj mos harrojmë, janë 1.6 euro është nafta në Kosovë. 1.4, 1.5, 1.6 maksimum Maqedoni. Pse të jetë këtu 2.2 euro? Sa është 2170 lekë litri naftës. Dhe pastaj ç'është ajo logjikë, sepse këtu rënën, domethënë populli ne diferencën në popujt e bozës dhe tek njerëzit e bën kultura. Populli jonë duhet mësohet të luftojë për kulturën, jo për me mbush barkun pilaf e makarona. Kulturë do thotë të japësh logjik problemit edhe të mos e pranosh ti bordi i transparent. Po çfarë bordi duhet ty? Është ti ul aksizën e naftës, ul TVSH-n e inputeve bujqësore, s'ke nevojë për bord transparence. Rritja e çmimit të karburanteve ka ndikuar direkt në uljen drastike të sipërfaqes së tokës së punuar për këtë sezon pranveror në të gjithë qarkun Dibër.